Mirëmëngjes të dashur miq dhe mirë se erdhët dhe e premtja erdhi. E premtja erdhi. Sa shpejt ka kaluar kjo javë? Ikën vërtet. Ikin ditët, ikin vitet. Ne u ritëm. Kaq. Mos e vazhdo më. Se fillojmë na zënë mendimet. Të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe si t'ju them, ju ftoj këtu tani te këndi joni gatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot? Do të bëjmë një tavë tradicionale me patate që është shoqëruese tani, do me thënë që mund ta përgatisim edhe në ditët festive, sepse shoqërohet shumë mirë me peshk edhe me mish, do me thënë mish të pjekur ose edhe me peshk. Kështu që për ata, do me thënë që duan të bëjnë një tavë ndryshe nga ato tavat e zakonshme që janë thjesht vetëm me patate, me rigona, me njerëz tjetër, nuk e di unë, mund ta bëjnë edhe këtë lloj tave sepse vërtet do ju thonë ju lumshin duart, është shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Por çfarë do? Do patate, rreth 1 kilogram patate, do 500 gram qep të njoma, të cilat siç e shikoni i duam të jenë të grira holl. Kjo bëhet zakonisht në sezon të pranverës që bëhet me 1 dorë hudhra të njoma, por tani në dimër që nuk ka hudhra të njoma, ose nëse gjenden, do me thënë se kam parë faktikisht, diku më kanë zënë sy. Gjen gjithçka në fakt. Por, zakonisht kjo bëhet, do me thënë, me hudhra të njoma bëhet në pranverë. Në dimër e bënim ne me hudhra të thata. Kështu që do hidhni 5-6, po thuaj se një kokë të plot, do me thënë, hudhra të thata, sepse i shkojnë dhe i bëjnë shumë të mira të shijshme. Dhe duam majdanoz dhe kopër bollshëm, që do thot ato tufzat që janë në treg, një është pak, shumë pak. Nga 2 majdanoz, 2 kopër. Dhe nëse është dhe një erëz tjetër që ngjason me majdanozi, maqedonis quhet ndryshe, është një lloj erëze, nuk e di, kam disa që e njohin, mund të shtojnë dhe një të tillë sepse ajo vërtet jep një tjetër shije, bën akoma edhe më të shijshme recetën. Pra vaj, krip, piper dhe piper të kuq, speci që hidhet në momentin e fundit. Kaq. Atë themi që recetat tradicionale kanë shumë pak përbërës, por kanë shumë shije. Tani, fillimisht, unë e kam vënë të grohe, shiko se sa qepë, se duke shpak këtu në pjesa këtu. Duke sikur ishin shumë pak, por unë mbush tigani plot. Këto janë që japin shumë shije. Madje, nëse keni edhe një dorë labot, një dorë, do me thënë, një dorë të vogël, një tufës, se ai majdanozit ose kësa. Mund të shtoni dhe labotin, jo spinak. Spinaki nuk e jep ashtu, laboti vjen pak më i ëmbël dhe e mbëlson dhe jep shije. Nëse ndodhet, ju gjendet, mund të shtoni dhe një dorë labot. Dhe këto asnjë gjë tjetër. Dhe sa të më vyshken pak qepët, më marrin, do të thënë, heqin ato pjesën e ujit, pastaj do shtoj vaj që të zbuten dhe do shtoj dhe erëzat. Shumë thjesht dhe shumë shpejt bëhet kjo. Ç'do bëjmë? Prit një herë të kalojmë edhe këtu. Do të bëjmë një arapash. Që bëhet, unë faktikisht atë do ta bëj tani këtë me 1 litër ujë. Do ta bëj me 4, ku e kemi miellin e mistrit, do ta marrim, kemi aty. Kemi, të bardh apo të verdh, si të duhet? Të bardh do ta marrim. Të bardh, okej, janë se e marrë ndërkohë që ti shikon. Dhe do marrim miell, do me thonë me miell misri, 2 filxhan miell misri, 1 litër, si thuaç, ujë, do të shtojmë edhe djath kaçkavall do këtu, edhe kemi një djath kaçkavall, rreth 150 gram, jo do hedhim këtë që është në copza. Kemi këtë. Këtë do ta dua për të bërë sa gjëra të tjera. Djath kaçkavall, dele. Do ta hedhim të gjithën atë faktikisht. Gjithë pakon, po, atë pakon. Edhe do të hedhim edhe gjalp. Edhe rreth 80-100 gram gjalp. Po harapashi është miell misri. Mielli misri do bulmet, o do qumshin, o do kosin, o do djathin edhe gjalpin. Pra është diçka që konsumohet në dimër, në zonat të ftohta, por edhe tani që kanë filluar, që kanë ndryshuar këto temperatura, është mirë që ta konsumojmë dhe ta shijojmë. Është gatim tradicional, edhe ky shumë i mirë dhe i shijshëm. Do ta tregojmë në vijim se si do të bëhet edhe kjo. Dhe ju kam lënë për së fundmi, ca kopsa, ndoshta do filloj do bëj mbas patates të bëj këto, i them unë kopsa faktikisht, sepse kanë atë, janë në kulaçka të vogla, që o i përdorim, me thënë, në supra kështu, ose i përdorim si mesore tani për Krishtlindje, i përgatisim edhe a japim dhe fëmijëve me vete në shkollë, në një qest, mos ta kenë kulaçin një të tërë, por ta kenë sobza të vogla, edhe ta konsumojnë pak e nga pak, si ato biskotat e vogla. Unë i them kopsa sepse vërtet do të kenë atë formën edhe do t'i bëjmë me këtë tapzën e kapaku, do t'i bëjmë brumin dhe do t'i bëjmë me këtë. Dojnë qik durim, por në kuzhinë do durim, do dashuri, që t'ua servirni fëmijëve ashtu bukur dhe të shijojnë dhe fëmijët. Dhe këto mund t'i bëni me djathë dhe me ullinjë, djathë kaçkavall.
Mund t'i bëni të shtoni në një spec gogozhare, mund të shtoni në pak, si, e harova. Farë? Në në gjik? Mirë, Erza, por kungull, do në të perime që fëmijët nuk jashtu, por nuk është se ka ndonjë vlerë të madhe kungulli, por shion kur e bën me djathë me këto gjëra. Mund të shtoni salamra të ndryshme, që t'i bëni kombinim me salamra dhe me djathë. Pra, ka ide të ndryshme. Thjesht brumi do t'jetë me vaj, me qumësht, me vezë, unë sot do t'a bëj me djathë dhe me ullinj. Juve mund të shtoni si pas dëshirës. Sa të mira i pas kemi sot? Si shdo ditë, të mira jam, sa thamë ne gjithë këto gjëra, neve në këtu na u zbutën qepët dhe do shtoj edhe vaj. Nuk ka nevojë, do me thënë, sepse këtu unë qepët nuk dua t'i bëj atë ti karamelizosh. Ti hedhë një qikë, se kjo nuk ka i ndyrë. E themi gjithmonë, kur s'kemi ndyrë, shtojmë i ndyrë. Kur kemi mish, paksojmë i ndyrën. Kur kemi, do me thënë, perime, shtojmë i ndyrën. E kemi të nevojshme. Nuk është se e teprojmë, por si të thuash këto lloj gatime duan pak i ndyrë. Duhet shtuar edhe shia, duhet ndihmuar edhe qepa të gatuat dhe të skuqet, dhe për më tepër mirë është, ne themi gjithmonë që më mirë gatuaj me pak vaj ulliri, edhe jemi më të shëndetshëm. Hedhim edhe piperi. Goxha piper. Jo, më jo, po shtavë mu, Manila. Hedhim edhe hudrat. Që më shtav, e do. Do më kujtosh, Anila. Do e kujtosh. Si e thënë? Pa. Vlorë moj. Katit dhe shprejt e katit. Edhe këtu tani, e shikon, u zbutën. Se janë qep të njoma të fresta, nuk ka nevojt që të ashtu. Hodhëm dhe hudra të lëshojnë atë aromën e tyre. Do të kalojnë në tavë dhe nuk do të kemi shumë. Kemi nevoj për... Për qfarë? Do priqen. Edhe atje do... Furën e kemi. Furën e kemi të ndezur, si gjithmonë ndezur fura. E ndezim për para se këto tani, ja, sa thamë ne ato gjëra. Shiko se sa shumë erza kam. Edhe këto do zbuten. Ndërkohë kemi këtu dhe pak ujtë ngrohtë e kamu, por do të ngrojnë dhe prap në tigan, në momentin që do heqim këto. Kemi prerë dhe ja, tani s'ka zjarë kjo. Herë ka, herë s'ka kjo fura, kjo soba jo. Ndo njëherë na i djegë? Ndo njëherë na flë. Po ndoshta ishin shumë edhe... Di unë shkreta? Duhet të fluturon të kjo tani, duhet se këto... Qa duhet bënte? Të fluturon të ti. O, ka ti. Mos e do këti ke vendosur... Ja, okej, se këti është e fikur. Jo. Për atë të them që do të thotë, nuk kemi ndezur shumë gjëra një kostik, si që në ndodhë dhe njerë në shpi që fillan në dhe. Që të bje tensioni. Jo, më një kemi. E më ndodhë do njerë, s'ka që do vi... Thjesht neve tani këtu na ashtu kjo. A ti lexoj receta? Mund të lexosh, Anila. Qa do thoja? Jo, do filloj radhën, pastaj unë për të përgatitur radhën. Po, kopsat. Mirë, le ti lexojmë pak receta tani. 3 receta do të sjellim sot. Tavë tradicionale me patate, qep të njoma dhe hudhra. Na duhet 1 kg patate, 500 gram qep të njoma, 1 dorë hudhra të njoma ose 6 thelpinj hudhër të thatë, 2 tufëza koper, 2 tufëza majdanoz, 1/3 filxhan çaj vaj, krip piper, 1 lugë çaj piper të kuq. Kopsa të kripura me djath kaçkavall dhe ullinj. Na duhen 500 gram miell, 1 zarf baking powder, pra pluhur fryrëse ose pjekëse, si që ju mund të quani, ose 1 lugë kafe me sot buke. Na duhen 2 kokra vezë, gjysmë filxhani çaj me qumësht, 3 lugë gjelle vaj, 100 gram djath kaçkavall, 12 ullinj fiks. Po mirë më hidhe 13, ku për që me hidhe 10, s'ka problem, basi këtë vaja u litë. Rigon. Shpresoj mos ketë më shumë se 12 këtu. E kështu dhe Erza, dhe më thonë rigoni piperi. Sa të ketë, sa të ketë, ato janë... O, Kati, urdo, më thua. Oshmar quhet ndryshe? Po. Oshmar, me djath, kaçkavall dhe gjallë. Po si na e the, ti na e the arapash? Quhet arapash, quhet oshmar. Okej, është një... Prit, ka dhe një emër tjetër, kaçamak. Në treva të ndryshme ka emërtime të ndryshme. Në regull, ne në recetë kemi shkruar oshmar me djath, kaçkavall dhe gjallë. 2 filxhan çaj miell misri, 1 litër ujë, 150 gram djath kaçkavall, 100 gram gjallë,
edhe krip. Kjo është receta tjetër që do të vi sot. Njëra më mirë se tjetra duket, janë të gjitha tradicionale dhe mbi të gjitha do të vinë të përgatitura me produktet më të mira që gjenden në tregun shqiptar. Do të bëjmë ato kopsat që janë të bëra me brum, do të piqen, janë shumë të shishme, sigurisht do t'i bëjmë me mielin më të mirë që gjendet në treg, që është mieli Ola nga kompania Atlas, duke nisur nga mieli për çdo përdorim, mieli për pica, mieli i misrit që do të na duhet tek arapashi, të bardh apo të verë si ju të dëshironi, mieli bio, mieli integral, mieli farinap për përgatitjen e kekrave dhe ëmbëlsirave, të gjitha recetat tona shkëlqejnë sa herë që vinë me bazë brumi e sigurisht përgatiten me mieli Ola nga kompania Atlas. Do të kemi gjithashtu në recetat tona edhe vezën e cila është pa diskutim, pothuajse në pjesën më të madhe të gatimeve të kripura apo të ëmbla dhe sigurisht që zgjedhja është veza Ovital. Veza më e mirë, veza më e freskët, veza që përmban çdo kokër të saj të gjitha mineralet, vitaminat, vlerat ushqyese, proteinën që është shumë e rëndësishme, madje një kokër vezë Ovital, një kokër vezë e madhe përmban 6 deri në 7 gram proteinë që nëse e mendojmë teksa e konsumojmë se furnizohemi me atë proteinën e rëndësishme për formimin e muskujve dhe ruajtjen e strukturës muskulare në organizëm, duket vërtet një vezë e vogël, por ka vlerë shumë të madhe në përditshmërinë tonë dhe në regjimin tonë ushqimor. Dhe meqense është mëngjes, pjesa më e madhe e jona me një gotë qumësh, pse jo do ta niste ditën, me kos, ka shumë njerëz që preferojnë ta nisin gjithashtu, pse jo, me një shishe dhall, me një shishe kefir që është sërish shumë i rëndësishëm nga lufra, vjen pa diskutim, ku është një zëvendësues i mirë i të gjithë probiotikëve që zorët tona, organizmi ynë i ka të rëndësishëm. Për të vazhduar më tej me djathin të lopës, të deles, djathin kashkavall, djath në copë, djath të grirë, kosi që vjen nga gota më e vogël deri te shishet më të mëdha, për një jetë plot të mira, lufra është zgjedhja e duhur. Tham që këto kopsat e vogla sot mund t'i mbushim me perime, por mund t'i mbushim edhe me salcice, kështu që ato salcicet vudi që kanë edhe shijen perfekte të pulës mund të ishin alternativë për ta përzierë këtë brumin që ne do të bëjmë sot, për t'i bërë më të shishme dhe më të preferuara për të gjithë familjen, edhe pse aja sjell në gëzim në çdo familje shqiptare, edhe nëse salcet i konsumoni edhe ashtu përmesore, jemi në festa dhe këto i kemi pjesë të familjes gjithmonë më shumë, por edhe për një sanduiç për ta marrë me vete në shkollë, në punë, më thjesht nuk ka ku të shkojë, madje ato salcet me djath kanë dhe djathin brenda dhe bëjnë më të lehtë punën e mamave në mëngjes teksa bëjnë gati bukët e fëmijëve për në shkollë. Unë flas dhe ka ti vazhdon gatuan. Jo, unë shiko tani, sepse ishte është e kuptueshme. Kjo pasi neve i zbutëm, do të thënë, ka vërdisëm lehtë atje, se janë të njoma këto. I hodhëm këtu te patatet, te tava, i përzijem të gjitha bashkë, siç i shikoni, i kam shtruar mirë, dhe tani është momenti që unë do të shtoj, kam hedhur këtu, do të thënë, ujin të ngrohet, edhe e hedhim në cep më tani, nuk e hedhim që të shplajmë patatet lart. Ja këtu. Edhe nuk hedhim shumë ujë, e hedhim deri në poshtë, do të thënë as në mes tamam. Se këto janë qep të njoma, lëshojnë ujë. Patatet nuk pinë shumë ujë. I duam që të dalim me lëngjet e tyre. Po, e kuptoj. Kaq, dhe më thënë. Kaq, si tuash, pak më poshtë se mesi. Po. Tani sipër? Sipër piper të kuq. Vaj, apo s'ka nevojë më? Edhe vaj do t'i hedhim pak. Do t'i shkëlqejmë pak dhe me vaj. Gjithmonë hedhim gjysmën e sasisë në fillim, edhe gjysmën e hedhim më mbrapa. Edhe tani, kështu siç është, e kemi gati për ta vendosur në furrën të ndezur më përpara në temperaturën 200 gradë dhe do ta lëni për 35-40 minuta. Edhe pse është patate, ka nevojë domethënë këtë kohën e pjekjes. Janë rregull. Tani e kemi në rregull për ta vendosur në furrë. Kjo ishte tava me patate që mund të shoqëroni domethënë mishin e pjekur ose dhe peshkun, ose dhe ta keni mesore në tryezën tuaj në festat që po na afrojnë. Po pra. Faleminderit Anila. Të lutem, tani me çfarë do nisim? Tani do bëjmë ato kopsat. Kuleçët e vegjël. Kopsat me 12 ullinj. Shiko, nuk maten. Apo do punosh tu ku je? Se bëj shaka ti. Ku do këtu a këtu? Ku do punosh? Ja, ti do punoj. Okej, mielin e misrit e kemi beset të gjithë përbërësit, let nisim nga
puna Jo, që... për këto më duhet miell gruri. Kam këtu. Mjelli i ministrit na duaj për Arapashin, po kemi mjellin për çdo përdorim në këtë rast. Ja, hapësh Anila. E hapim. Ja. I kam marrë masat sot, i kam... Shumë e organizuar që në kësot. E, se kam halë se harroj ndonjë gjë. Nuk është gjithmonë harrohet diçka, e di? Edhe nëse ke mundësi, do më presësh këto ullin nga pak, do me thënë. Ose me dorë, ose kështu. Do me thënë, bësh pak më të vogla. Presim me thik. Se këtë djathin e kemi të grish, ajo s'ka nevojë. Tani, të parin do hedhim mielin. Ja sa të lajduar tunë edhe erdha. Shiko tani, unë do t'i hedh me sy. Juve shikoni ato gramaturat që unë kam vënë. Po thuaj se gjysmën e sasis këtu. Edhe e shtojmë pak më mbrapa këtu. Kam sod. Nuk kam baking powder, kam sod. Kështu që do të hedh. Do fryjen ato me aq sod? Po. Ja. Trazojmë mielin. Edhe ku kemi krip, ja, marra mande krip Anila. Faleminderit. Të lutem. Edhe pak krip. Mjaftueshëm është. Trazojmë sodën, do me thënë gjërat e ngurta fillimisht, që soda Kati i do ndjes, vogla fare? Të vogla, sa më të vogla më mirë janë, sepse që të bëhen, se dhe djatin e kemi të grirë. Plus që do janë rende. Ato dhe në copë za do janë vogla, kështu që prandaj duhet. Tani 2 kokra ves. Jam e sigurt për vezët. Mirë është sistemi gjithmonë që... Ti testojmë, thua ti, pa tjetër. Shika, në një herë e di qarë ndodhë, më thënë, ne e blem një produkt që është sjell në treg i sigurt, si në rastin e Ovitalit, po marrë vezën si shembull. Por nëse ne vetë nuk jemi të kujdesshëm, nuk e ka fajin produkte, që do të thotë... Është e vërtet, Anila. Nuk e fusim në njëherë në frigorifer, mbasi bëjmë pazar, edhe nuk e vendosim në vendin e dur, se dhe në frigorifer, veza ka vendin e vetë. E lëm jashtë për kohë të gjatë, nuk respektojmë datën e skadencës, e të gjitha këto me radhë, ndodhë që shpesh i dëmtojmë vetë. Ndaj, edhe themi që fajin e ka veza. Po veza, nëse kësimi të kujdesshëm, nëse ka fajin veza, apo qumshi, bulmeti, kosi, duan kujdes. Ndaj përgjithsisht janë dhe produkte që kanë një datë afër skadence, për të u konsumuar ashtu të freskëta në pak ditë. Të gjithi do këto ullindë? Jo, është mjaftueshëm, Anila, nuk ka nevojë për më pak më të tepër. vogla tani edhe. Tani këtu do shtojmë edhe djatin. Edhe këtë djatin e kam mjaftueshëm. Do hedhim dhe ullin këtu brenda dhe do t'i punojmë. Pëlqen kjo në zhurma? Po pak është zhurma, muzikë kuzhine. Tek. Mendoj se kaq të imta janë në rregull. Më shumë se kaq i do? Shefa turke bëjnë ashtu, Anila, sepse ata i kanë thikat, i kanë kështu, do me thënë, i mbajnë nga të dyja anët edhe i bëjnë atë mënyrën e prerjes. Edhe këtej? Po, nuk e kanë si kemi ne kuzhinat e tjerë. Interesante. I kanë kështu ata, edhe e bëjnë këta. Edhe ata bëjnë zhurma kështu si puna jote. Po, s'është me kështu. Me kuptaj, është vetë thikaja ty që e ndihmon. Me atë rast ma more dhe thikën, o do e bësh vetë o s'ka? Jo, u bënë, jo, e kishe mbaruar, po në thjesht të tregova për punë e muzikës. E kishe bërë kaq mirë sa s'ka më ku të vej. Të duhet më kjo? Jo, s'më duhet. Heqim. Se si faleminderit, i paske bërë, i paske qarë. Po, tu mendu që do t'i bësh me këtë formën, që është kaq e vogël, duhet
Do t'jenë të imta, kështu i bie. Po. Pra edhe nëse ne, në vend të ullimeve, do të vendosim ato që ti përmendë pak më sipër. Tap shishe vaj. Pra nëse i bëjmë me spec ose me kunguj, përsëri duhet i grim i më timët. Të imta. Një qikë të edhim pak piper. Tani rigon, mund të shtojnë rozmarin, qëfar të duan, do me thënë, si pas dëshirës, për punën, urdo falimderit, për punën e aromatizusve, do me thënë, edhe shijeve që duam të kemi. Ramë tepër. Do të qëndroj brumi? E kemi me sot. Nuk ka nevoj. Vazhdojmë dhe e punojmë. Ne punojmë sa të shkëputet nga ena, edhe themi se e kemi gati. Mirë është të punojnë që të shkëmbejnë shirën këto që hodhëm, do me thënë, të lidhen, po e shojmë që e kemi pak, do me thënë, që në ngjit. Si dhe të dhe kjo? E ka si... Të ndihmoj unë, nëse do? Mendoj se me këtë mjellin e fundit është në rregull. Ja të marim të punojmë edhe pak këtu. Ndërko, le të lajde pak duart se ashtu edhe të heqim këtë. Dhe vazhdojmë e punojmë. Pra ju më duke bërë një recetë me brum, do të dalin në forma të vogla, mund të përdoren për mesore, në rastet festive, pse jo, këto recetat e lezetshme që mbushin tavolinën, që duan një qikon në fakt, se duan durim si shta edhe Kati në fillim, pra janë ndërto gatimet që nuk është do t'i bëjmë çdo ditë, i bëjmë njëherë në cako, ku kemi një qik më shumë mundësi t'i kushtojmë kuzhinës, me qënë se kemi fundjavën për para, pse jo, të mos i përgatisni, edhe t'i provoni me anë të rast, dhe nëse ju pëlqejnë, mund t'i shtoni në tryezat tuaja festive, shoqëruar me ato salcat që bëhen për festa. Që do, neve një ditë do ja lëm, do me thënë, enkas ditën e salatrave, një ditë do t'ja lëm këtyre antipastave, do shikojmë, do me thënë, që t'u japim ide tona, edhe në visat pastaj të kenë mundësi të zgjedhin. Da heqim dhe këtë të vendosim këtu. Në rregull. Tani do bëjmë një pet i bie? Po, do hapet një pet. Edhe do të ndajmë në forma. Kati të largoju në ato, se shoj që të pengon. Ja, kështu më mirë. Edhe... Pra është një brum që nuk ka nevoj as të vi, as të s'ka nevoj, presim më shumë. Me këta ose thash me sod, ose me baking powder. Pa. Kemi atë tavën që kam vendosur një letër kuzhine, Anila. Po, mandje do e afrojmë, se besoj do t'i bëjmë e do t'i vendosim. Do t'i vendosim direkt. E vendosim këto fillimisht. Mundojmë t'i bëjmë sa më afër. Po, që mos në shkoj brumi dëm. E bashkojmë pra, po si do qoftë. Kanë qik punë, merrni fëmijët, edhe bëjni plastelinë. Mirë, ne kemi dikute 1 minutë kohë, kështu që e plotsojmë këtë kohë. 10 minuta duan të piqen. Shumë mirë. 180 gradë për 10 minuta, 10-15 minuta, do me thënë. Në rregull. Atëherë ne do të mbushim një pjesë të tavës dhe do t'i kalojmë në furrë. I vëjmë në radhë. Op. S'ka që. Mos u ngu, do kthehemi prapë dhe do t'i tregojmë. Ne do vendosim një pjesë në furrë që të na piqen, edhe kur të kthehemi do mbajmë pak brum që të tregojmë edhe një herë. Okej. Mirë, atëherë ne kemi nevojë të bëjmë atë shkëputjen e pjesës së parë tani, edhe ti nuk ngutesh, edhe ne i japim kohë marketingut dhe kthehemi përsëri këtu në pjesën e dytë të këndit të gatimit.
Jemi rikthyer në studio në pjesën e dytë, vazhdojmë të jemi në Vila 24, vazhdojmë të jemi në kuzhinë. Kati Kamerakun, se mos u poqën, shikoj Kati, nëse jam pjekur se kemi vendosur dy gjëra në furjo, kopsat. Do thoni ju çfarë po bëjmë ne, kopsa. Ja, do t'i tregojmë tani prapë, se mbajtëm pak brum që të tregojmë, po më përpara neve thamë që sot do përgatisim dhe oshmar. Në disa zona, me thënë të drejtën këtë mielin, nuk e ka vërdisi në tigane e këto, me thënë e hedhi në tavë dhe vendosin në furrë. Ne me që kemi furrën të ndezur sot, do t'a bëjmë në këtë mënyrë, me thënë që e bëjnë në disa zona këtë lloj mënyre. Që është e vërteta nuk është ide e keqe, kur vendoset në furrë që të ka vërdiset mielin, merë, do me thënë bëhet pa i ndyrë sigurisht, dhe merë një trajtësisht atë pjekjen, dhe merë atë tjetër shije dhe aromë ka fura. Tani unë do të hedhë një filxhan, nuk do të bëj 2 filxhane, kam thënë atje, do të hedhë një masë, edhe do të vendosim në tavë dhe në furrë. Edhe do heqim ato kopsa se... Ti heq ato? Po, e shof që janë bërë, Anila. E hapim këtë mielin kështu. Më falë se mi Jo, asë një gjë. A, do mundesh ta heqësh, e? Si, do mundem. Pse, që ka? Ja. Rafsh. Faleminderit, më Anila. Si jam bërë, si... Së lezetshme. Na ikën kopsat. Edhe tava po vazhdon të bëhet. Këto janë kopsat. Tani... Prit. Edhe... I hekim se kemi për të vënë ato të tjera, Anila. Po, do t'i heqim tani, po. Ja, kështu. Shumë shpejt bëhen këto. Po, shumë shpejt vërtet. Opa, ja këtu. Se mere mund me to, meru t'i po do me arapashin, oshmarin. Në regull, të falenderoj. Atere, tu kemi vendosur ujin që të valoj. Sa të valoj uj, do me thënë, dhe të na bëhet gati edhe mielli që kemi vendosur atje, vendosim, do me thënë, që të valoj uj. Më mbrapa, ja të marim edhe këtu, thamë që do të bëjmë me djath. Edhe me djath, dele, kaçkaval. Kjo është shumë i mirë faktikisht ky djathi. Sa të lezetshme këto, po, vërtet do shkonin me një mesore, kështu me një salcë. Po, me salcë, shiko shumë, në vend të bukës janë ato, Anila. Po, në vend të bukës, po. Në vend të brusketa, në vend të këtyre brumrave që vendosim në tavolin, kështu për nisje. Mund t'i bëjnë edhe me maja, nëse duan, do me thënë dhe që t'i jenë në vend të bukës. Bëhen më të fryra, apo thjesht bëhet si një brum buke? Paka shumë një lloj bëhen, sepse kështu do t'i lëjmë, do me thënë atë masën, ja, të njëjtën veprim do bëhet, por që, do ketë atë shijen tjetër, ndërsa këtu kanë tjetër shije. Por janë shumë të mira, ja si kopsa, prandaj tha shumë si kopsa, janë kështu të Këto boçkëla. ikin kështu, fluturojnë, po dhe vërtet, dhe fëmijët duhet i kenë shumë qef për ti. I marrim me vete edhe në shkollë këto në fakt. Pëlqen nga gjërat e vogla. Edhe janë gjërat shumë të mira. Mirë, do i kthehemi prap kopsave, për të parë recetën dhe për të parë edhe pjesën e brumit që kemi lënë... Në rregull, sa të na bëhet mielli gati që të më ngrohet mielin. Që duhet për... Po, për atë, sepse uji filloi është bërë gati, thjesht pak duaju. I tregojmë ambisave, shiko tani. Neve këtë brumin, si kemi arritur deri këtu që kemi bërë këtë brum, ato që kanë qenë, do me thënë, me neve më përpara, i kam parë dhe e panë se si u përgatit brumi. Pra, kemi mielin, kemi hedhur gjysëm gote qumësht, kemi hedhur 3 lugë vaj, kemi hedhur 2 vezë të plota, 1 lugë të çaj të kafes sot, nuk ka nevojë për më tepër, është mjaftueshëm. Kemi hedhur neve djath kaçkavall edhe ullinj. Juve, sipas dëshirës, mund të shtoni këtu brenda edhe specë gogozhare, edhe ndonjë kungull. Me thënë këto perime, të cilat to duhet të jenë të grira holl, do me thënë imët, shumë imët. Djath të bardhë, djath kaçkavall, çfarë juve mund, do me thënë, sallamra të ndryshme, mund t'i hidhni, do me thënë, dhe këto të prera në copsat vogla, e rëndësishme është që bëhet brumi, dhe pastaj hapni kështu në një pet, dhe me një shishe, do me thënë, në tap të një shisheje, e ja i bëni kështu. Bëni një pjesë. Shumë. Nëse keni forma festive, ku di unë yje, brez, të vogla, po. Do të qenë shumë gjë flok dëbore. Mund të bëni të përzira dhe ti përgatisni për festa, po. Janë ca kështu që janë si hënza, yje. Edhe i keni, do me thëmë, për të
si të Shien e tuash. kanë shumë të mirë, shumë të mirë. Shien e vendosni juve pastaj. Shikoni, duhet të hedhur edhe një rigon, një rozmarin, t'ja Nëse japin. duam të përdorim erzat. Ja, Po. kështu bëhen këto. Tani, me që ashtu, Anila mund t'i heqi t'i vendosi Po, unë i në vendos, ato, ti shiko. dhe unë tani të marrë mielli se u bë gati mielli. Okej. E të filloj të bëj atë, arapashin. Tham që duan pak kohë të piqen, pra në 10 minuta janë gati. Ja, unë ngro mielli, nxori aromën e mirë, po më dje kjo dhe do të mbaj nga ana tjetër, që ta hedhet duke hedhur, duke trazuar në ujë të valuar. E trazojmë. Mos keni merak se nuk bëhet që mblidhet kështu. Ajo do punohet. Edhe e afroj pak këtu sa të ma ta trazoj mirë, do me thënë që të filloj të tretet mielli. Tu fiksoba më duket. Po, do ta shikoj Anilën, t'i hedh vesh se krip. Mua do më pëlqente kjo, kot po e them tani, me hirë djathi, me shëllir djathi, jo me hirë. Me atë, do me thënë, hirën e djathit. Me këtë që ka brenda. Do të më pëlqente dhe them se do të shkonte shumë. Do t'ja shtosh. Në vend të shtoja një Do t'ja filxhan. shtosh e saj apo jo? Tani hodha Apo- krip në fakt, me thënë të drejtën. Okej. Fillojmë edhe e punojmë. Të shohim pastaj në një moment edhe recetat. Kur ti të duash Kati, kur të kesh në një moment pune që nuk do të... Kështu bëhet kjo? Po, është tjetër model ky. Prit tani, në fund, pastaj do a punojmë që këtë piqet mielli misrit, pastaj këtu në qendër do hedhim gjalp, do hedhim dhe sopa të mdhaja djathi kaçkavall, edhe do ta punojmë, edhe do ta kemi gati. Të më thënë që të duhet gjalpi Po, tani. të lutem ma shumë qiko Anila këtë. Ta fik, ta ull. Po, jo, ma ndiz. O, ta ndes. Ja, një moment. Ta punojmë që të... E në maksimum? Në maksimum tani, s'ka nevoj. Djathin kaçkavall më pret lutem Anil, në copza. Sa të më dha? Bëjë në kubik të mdhaja, s'ka nevoj. Ja, shiko. Të gjithën, tham, do të përdorim, apo jo? Në fakt, në s'kam hedhur kaq shumë miell unë, si kam hedhur 2 filxhan, 1 filxhan hodha. Ky ishte djathi, deles, shumë i mirë që nga. Ja, shikon që ikën dhe ato kokriza që krijoj fillimisht. Palesi bëhet në oxhak, do me thënë në zjarr. Kati shikoj një herë, është okej? Në rregull, shumë faleminderit. Të lutem. Me ato djathra mund të shtojmë edhe atje tek ato bukrat. Nëse s'de përdorësh gjithën, megjithatë kemi djathë. Kemi hedhur djathë brenda. Të tjera në Ja, frigorifer. tani që filloj, do me thënë shkëputet nga ena, themi që është bërë gati. Ja. Kur fillon dhe shkëputet. Do hedhim gjalpin dhe djathin. Hedhim gjalpin fillimisht. Të hedhim dhe këto copzat e djathit. Edhe tani e punojmë sa të shkri gjalpi edhe djathi. Ti vendos prap të kopsat, këtë brumin që mbeti nuk po e bëj më. Në rregull, Anila. Sikur unë Lëre një shtava. kështu të madhe. Bëj 2 kështu. Si? Të piqet që mos të shkoj dëm. Ta lë kështu të madhe, s'kam vënë në... Po s'ke. Ta bëj kështu... Bëj si Ti pres me kordele. thik. Ta bëj gërshet. Gërshet, bravo. Bo, që sa i mirë që bëhet kjo arapashi, më vë. E di që unë nuk kisha parë në njëherë si bëhet arapashit. Bëhet shumë i mirë. Gjalpi dhe djathi tani, jep shumë shi. E marrë ti atë thikën.
nuk e bërë edhe këtu. Çfarë ka? Nuk e bërë edhe të kjo këtu. Po pra, pse shkon aty të riqesh me trupa i shumë, se të lodha jo. Dhe prandaj, po më lodhi. Po nese. Ja, kështu. Me thënë të drejtën, Edhe një se kulaç. ke ide, gjalpi edhe djathi tani dha një aromë që çfarë të them. Ashtu. E ka halal lodhjen ky harapashi. Atëre, kopsat e radhës i vendosëm në furr, duan 10 minuta të piqen, shojmë recetat se në këtë pjesë të dytë nuk i kemi parë fare, kështu që i rikthejmë edhe njerë në ekran të shkruara, të treja, njëra pas tjetrës, bashkë me përbërësit që i duan se cilës për të gatuar. Pra, kopsat të kripura me djathë kaçkavall dhe ullinj, përbërësit janë 500 gram miell, një zarf baking powder ose një lug kafe sot buke, 2 vezë, gjysmë filxhani çaj me qumësht, 3 lugë gjelle vaj, 100 gram djathë kaçkavall, 12 ullinj, rigon, piper, rozmarin. Oshmar me djathë kaçkavall dhe gjalp, 2 filxhan çaj miell misri, 1 litër ujë, 150 gram djathë kaçkavall, 100 gram gjalp edhe krip. Tavë tradicionale me patate, qep të njoma dhe hudhra, 1 kilogram patate, 500 gram qep të njoma, 1 dorë hudhra të njoma ose 6 thelpinj hudhre, 2 tufëza kopër, 2 tufëza majdanoz, 1/3 filxhan çaj vaj, krip piper dhe 1 lugë çaj piper të kuq. Këto janë të treja recetat që ne kemi sjell këtë ditë të premte, të cilat ju mund t'i gjeni pak minuta më vonë duke klikuar në 2 adresat tona zyrtare, në 2 kanalet zyrtare të YouTube, Villa 24 dhe News 24. Gjithashtu duke klikuar edhe në Balkan Web, ndër të tjera në gjeni edhe një hapësirë dedikuar pikërisht kuzhinës dhe gjithçkaje që ne përgatisim në këtë studio nga e hëna në të premte, nga ora 9 deri në orën 10 në këndin ton të gatimit. Në ekran po ju shoqërojnë gjithashtu edhe pamje vizuale, pra nëse ju do të kërkoni në YouTube Villa 24, do t'ju dalë në këtë logo dhe më poshtë do të shikoni të gjitha transmetimet tona të përditshme. Janë shumë interesante, sepse dhe ne këtu i harrojmë shpesher çfarë kemi gatuar dhe i rikthehemi her pas here asaj arkivës virtuale, kështu që do t'ju sugjeroja për më tepër në këtë muaj në të cilin gatimet janë të rëndësishme, idetë e reja, dëshira për shtruar një tryezë bukur edhe për të marrë ngacmime të vogla të një recete tradicionale të huaja, sallatra të ndryshme, supra mesore, pse jo edhe këto recetat e vogla e shumë të këndshme, si që janë shumë të bukura për festa, për shembull. Mjafton të vendosen të serviren bukur në një pjatë të kuqe apo me dekor, edhe tryeza merr tjetër pamje. Merë pamje festive dhe harapashi merë pamje përfundimtare. Mbaroi. Po, që do i bëjmë? Unë sa të thashë, nuk e kam iden si bësh, që nuk e di. Shiko se sa e mirë, shiko. Tani ky është harapashi. Po aroma, kjo mua më tërhoqi më shumë. Aroma e mirë e djathit edhe i gjalpit. Edhe e bëri që të them. Tani harapash, kaçamak, varet se si mund t'i themi. Ja, këto si tonë flokët e gjalpit, Tani, e djathit. Tani, harapashi kështu shoqërohet pa gjë tjetër. Po që të shoqërohet më ky tani, shiko tani, ne djathu... Jo, ka ti po pyes, realisht nuk e njoh si recet. Do të thënë është në këto zonat malore, do të thënë tani që është ftohtë anila, e përdorin shumë. E përdorin shumë edhe me thënë të drejtën, mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Po që mos të konsumohet dhe të shijohet ky harapash, me djathin kaçkavall brenda, me gjalpin brenda, mielin e misrit. Jo, shije, nuk e diskutojnë që e ka shumë të mirë. Ajo s'ka nevojë që të shtosh asnjë gjë tjetër. Madje, me thënë të drejtën, nuk është se si ide, unë e mendoj, do me thënë se mund ta shijosh këtë edhe me lëng mishi. Me mish jahni, do të thotë që është vetëm... Ato po mendoja ku të pyeta, mu duk sikur do t'i shkonte një cop mish i gatuar, kështu... Mish i gatuar i shkon jashtëzakonisht shumë edhe shoqërohet, do me thënë në vend të pures.
në vend të polentës, që thonë polent. Polent ne i themi miell misri, polenta njëjta gjë është maj miell misri, ajo holla është polenta faktikisht, por miell misri është, nuk është në gjë. Kështu që edhe kjo kësaj do t'i shkonte. Do t'i shkonte. Ti nxjerrim patatet? Po, u bën ato. E pra. Ndërkohë ne mësojmë edhe sa minuta kohë kemi. Pak vaj ulliri, kështu për ta, si e themi neve, për ta shkëlqy dhënë një tjetër shije, po jo dhe në një qamet. E bëjmë si shefa tani neve këtë. Ne po sa bukurja, këto preket e vogla pjatës si duen. Tani, kemi dikute 4 minuta kohë, aq sa për të treguar nga afër. Ti heqim tani dhe të nxjerrim edhe tavën, ti heqim të gjitha këto, pastrojmë tryezën këtu. Që kemi sjell sot. Dhe tavën do ta servirim apo s'ka nevojë? Mendoj që kemi kohë ta servirim shërbejmë bukur në pjatë, se që të duket në edhe ajo ndodh se që si ka shpesh dalë. nuk i tregojmë të gjitha për shkak të kohës, siç e themi dhe e përsërisim shumë shpesh, ndoshta edhe ju kemi lodhur me këto fjali që kur nuk na del koha, shpesh na kritikoni që merrni pak më shumë kohë, por në kuzhinë ndodh që gjërat nuk e llogarit dot fiks. Kështu që sot me që kemi fatin të kemi kohë. Të nxjerrim edhe tavën, ta servirim dhe atë, edhe dy. Të lumshin duar tani lau, po si pas ke bërë. E kanë bërë. Mos na digjen ato poshtë, jo, se kanë bërë kohën e duhur. Edhe tava është bërë shumë mirë, ja tani do ta heqim dhe atë do ta vendosim në një pjatë. Ka aromë shumë të mirë, shumë të mirë. Qep të njoma, erza të freskëta, kopër majdanoz, patate, të aromatizuara, vaj ulliri, hudhra, të gjitha këto kanë bërë këtë pjatë që ka një aromë shumë të mirë dhe duhet të ketë dëshirë, po ka është mirë. Edhe me lëngjet e veta. Nuk duhet të ketë shumë lëngje, shikon, s'ka lëngje brenda. Edhe kur qëndron, sa e mirë? Bëhet edhe më e mirë, edhe më e shishme. Në më shënduar gati. Edhe një këtu edhe, s'ka nevoj që të vëmë për më tepër. Kjo ka vetë ngjyra dhe kështu, s'ka nevoj që të... Kati? Urdo zemër. Mos e zbukuro mos, dhe më mirë se ka i s'ka ku të shkoj. Po, mbaruam. E vë një dy qepë, se ato qepët i kanë lezet. Shiko, ngelet me lëngjet e veta. Edhe kur ftohet, lidhet lëngu. Pijet nga pjesa e patateve. Pra është një pjatë. Edhe sa e mirë dhe sa e shishme. Po, pra shumë shumë të mira. Shumë e qapa. Provojni, gatuajni, shijojni edhe do mbeteni shumë të kënaqur dhe do të na kujtoni. Do na kujtoni. Hajde bëjmë mbylljen tani. Hajde i themi zonjave mirupafshim. Përfunduam edhe për sot, mbaroi ikpo dhe kjo javë fluturoi. Sa javë kemi akoma 3 javë janë të vitit. Nga festat, po, aq që bie. 2 javë. Më shumë se java për vitin e ri. Po. 3 javë kam llogaritur. Ke ndarë receta aty kemi kohë. Po. Atëre të dashuram visa, këto ishin receta që neve përsollëm për juve sot. Shpresoj që dhe këto të zënë vend pse jo në tryezat tuaja familjare. Provonin si shta Anila këtë fundjavë që të bëni një test, shikoni do me thënë aja vlen për tryezën e fund vitit. Dhe nëse juve e shikoni që vërtet janë ashtu si që ju pëlqenë edhe juve, atëre është kënaqësi edhe për neve. Po, e vërtet. Po, patjetër që po, ja vlen kur di që ka puna rezultat. Të uroj një fundjavë të mbarë. Mirupafshim, faleminderit. Shihemi të hënën me Katin në kuzhinë. Patjetër, Në publicitet. Me ide dhe receta të reja. Patjetër që po.